Selam aleikum, erdhëm podcastin e radhës, natë teke, natë e madhe, shi Tiranë ka pas, xhamia të plot, Mashallah. Çdo njeri është fal dhe ka një moment për shembull që ka disa ajete kuranore që të fiksohen në mendje. Dhe bashkë para se po flitshim, domethënë për të fut podcast, se neve podcasti vetëm se na bën publike me njerëzit, se neve për këtë bisedë kemi dhe jashtë. Diskutim. Kush ishte ajeti, domethënë që kishte një Inshallah Zoti i ka pranuar gjithë ibadetet e vëllezërve dhe motrave tonat. Inshallah gjithmonë na bashkon për veprat mira edhe gjëra që e kënaqin Zotin e gjithësisë. Nuk e dija sot po flas ditën edhe natën, ju ka ngel memorje ndonjë ajet, po mua më ka ngel një ajet i surës Luqman, i cili thotë krijimi juaj dhe ringjallja juaj tek Zoti nuk është më e rëndë se krijimi një qenie dhe ringjallja e tij. Me të vërtetë Zoti dëgjon dhe din gjithçka. Pra, nga Ademi alayhis salam e derisa të bëhet kiameti, edhe gjithë gjindët, edhe engjëjt, e gjithë që do përjetojnë vdekjen edhe ringjalljen, tek Zoti është njësoj sikur e ka krijuar njeri edhe do e ringjallë atë, nuk ka dallim. Megjithëse është 1 dhe miliarda, po është e njëjta gjë. Tek Allahu është sigurisht vetëm një person. Ky ajet më ka ngel në mendje, tregon fuqinë, pushtetin, programimin, edhe brenda saj ka gjëra të jashtëzakonshme. Nuk e di vëllezërve edhe motrave, ai kanë një ajet që e kanë memorizuar se muaji Ramazanit është muaji Kuranit. Po alhamdulillah, domethënë kush ajet sot kemi një pyetje me gjithë njerëzit, kush prej ajeteve ju ka bërë më tepër përshtypje në këtë natë dhe e mund ta shtojmë diçka dhe në cilën prej xhamive keni fal sot namazin e natës. Po ose nga shkruaj, sepse mund ka edhe motra që s'kan qenë në xhami, po janë nga na vjen selami një selam na vjen nga Suedia për shembull. Dëgjojeni shumë pak, thot një të paktën nuk e di tani e kam mirë unë në Instagram, po dëgjojeni thot pak, qofse është e vërtet brenda mundësisë vëllezërit të mundsojnë zërin më të mirë, kurse Facebooku është më stabil, Facebooku për shkak se kanë lidhjen qendrore. Nga Italia valla shoh disa mesazhe që na shkruajnë vëllezërit edhe motrat, nga Franca. Toni thot dëgjohesh mirë. Toni thot ngjohesh mirë. Tregoj që o Tiranës. Po ngjohesh mirë. Se ne kemi, nuk e di, është Texasi, Amerika, Prizreni, Gjermania. Mashallah. Nga Malta. Malta, nuk e di, ka qenë herë tjetër, Zoti i begatoft. Vëllezërit edhe motrat nga do që shkruajnë, edhe nga do që shumica thonë që zëri është mirë, kështu që vëlla ka problem celulari jot sepse jemi mirë në linjë. Ose duhet me ngret zërin e telefonit. Zoti inshallah bereqet edhe mirësi. Edhe në Facebook janë nga Gjermania, nga Suedia, nga Shkupi. Mashallah. Pash një reportazh të shkurtër fare, ishte nga Mitrovica. Kishte po e bënë një djalë, më vënë shumë përshtypje. Shumica e kafeneve dhe gjithçka mbyll. Shumë pak njerëz në po, Mitrovica ka shumë agjërus. Mashallah, Zoti ja shpërbleft, i përshëndesim shumë. Për Zotin. Zoti ja paspranu ibadetet. Vetëm se podcasti jon ka një qëllim. Që këtë falje dhe këtë agjërim dhe këtë ibadet që bëjmë muajit Ramazanit, t'ja kthejmë Zotit jo vetëm me ibadete, por të mundohemi që edhe të jemi të përmirësuar edhe në gjëra tjera, siç është morali, siç është besnikëria, siç është drejtësia, sepse ka musliman që i japin përparësi vetëm për shembull faljes. Vjen muaji Ramazanit, janë më të përqendruar. Maro muaji Ramazanit, sikur ishte ai Ramazanit edhe sikur ishte ai. Pra, i bëjmë një apel vetes në radhë parë dhe gjithë atyre vëllezërve dhe motrave që na ndjekin, mos ta lëmë të mallkumin të na bëjë musliman të mirë vetëm për Ramazan. Qëllimi i Ramazanit është që të ndizet bateria dhe motorët në Ramazan për ta mbajtur atë edhe 11 muaj që do të vinë mbas asaj deri në Ramazanin tjetër, për ato që kanë jetën të gjatë edhe don Allahu që të jetojnë deri Ramazanin tjetër.
Futemi gradualisht pak këtë tema, kemi lënë, domethënë kemi trajtu, kemi marrë me pjesën e Dexhalit, kemi thënë në fillim të sondimit një ditë e tij do të jetë sa një vit, pastaj do të lëviz brenda ditës, do t'i thot tokës nxirri thesare dhe këtu solli një krahasim shumë të bukur duke kapur skanimin e gjithë shkajt mineraleve dhe të gjitha, dhe pse jo, domethënë edhe aparaturave që mund t'i nxjerrin ato nga toka, do t'i përdori djajt si nëna dhe babait dikujt, dhe pastaj do të tentoj, domethënë në këtë moment, pastaj ta shpalli dhe veten Zot, ku dhe do ta rrisi kulmin e tij me djalin e ri, që është kulmi dhe rrezimi njëkohësisht. Siç është çdo gjë, ka i kulm vetin edhe pastaj. Djali i ri që vdes dhe pastaj e ngjall. Kur pejgamberët vëllai kanë pas kulm, imagjino Dexhalin. Kur ka ardhur surja Idha jaa nasrullahi wal fath. Kur të erdhi ty ndihma e Zotit dhe hapja, dhe i pe njerëzit që po futen grupe në fenë e Zotit, qëllimin që ai kishte po të realizohet, ti madhëroje dhe falenderoje Zotin tënd, kërkoj falje dhe pendohu. Gjithë e morën si sure të zakonshme, po njerëzit e dishëm si Ebu Bekri e Merad thanë tani mbaroj. Tani që arriti kulmin dhe u realizu misioni, tani pejgamberi alayhis salam do udhtojnë botën tjetër. Vetëm më të dishmi të kupton këtë. Dhe kur pejgamberët kanë pas kulmin dhe pastaj kanë ndru jetë, imagjino Dexhalli që normal ka i kulm dhe pastaj ka i rënje, si çdo gjë përveç Allahut mëllnushëm, që pushteti i tij është absolut edhe nuk ndryshon ndonjëherë. Ësakt. Të ecim domethënë do të kemi dhe në momentin që ka aftësi tek dukuritë natyrore. Ne e tham dje që Dexhallin ne e shohim si një person i cili është i përmirësuar me teknologji. Se ne po trajtojmë i Dexhall sa më shumë kemi mundësinë mbas njohurive tona, sa më bashkëkohor. Ne bashkë kemi vujt duke kërku këto kohë për informacion për Dexhallin. Nuk është gjë e mirë që bota islame nuk ka njerëz që po e trajtojnë atë në terma bashkëkohor. Rregull? Por po e trajtojnë Dexhallin si me ato siç u ka pas trajtuar para 200 vjetësh, është gjinaf i madh. Çfarë është njeriu i përmirësuar nga aspekti teknologjik? Mund t'i jap ca dhëna? Patjetër. Çka ka shkenca sot si vizion për të përmirësuar ke njeriu? A është mirë apo keq? Nuk është tema sot, por po them çfarë kanë shkencëtarët si synim për të përmirësuar nga ana teknologjike, nga biologjia sintetike, nga bioteknologjia e me radhë, ku don ta çojnë njeriu. Për shembull, njerëz, një nga qëllimet është që njeriu ta përzihen me makineritë. Pra mos ti jesh origjinal, po të përzihesh me makineritë. Në çfarë forme? Pajisje të brendshme ose të jashtme që rrisin aftësitë fizike dhe mendore. Një tjetër është protezat kontrolluara nga truri. Tjetër është sensor për shikim natën dhe ditën. Implantime për dëgjim, kontroll muskujsh, komunikim me AI, komunikim me inteligjencën artificiale. Sot ekzistojnë njerëz që komandojnë robot me sinjale nga truri. Kjo është baza e përmirësimit njeriu. Është në hapat e para. Një tjetër vizion shkencor është Elon Musk, i cili ka si qëllim dhe ka filluar ta implementojë çipin ke mendja e njeriu. Çfarë do të arrijë nëpërmjet saj? Që njeriu të komunikojë me pajisje elektronike pa folur, pa lëvizur, thjesht me mendime. Te ka Elon Musk dhe kanë edhe shumë shkencëtar tjerë, po të lexosh librat e shkencës, kjo është një nga elementet e vizionit tyre. Në të ardhmen, kjo mund të çojë në kontroll të ushtrive, dronëve ose avatarëve me trurin, si filmi Avatarit. Një tjetër është, kjo është shumë reale dhe shumë shkencore, është gjenetika. Përmirësimi i ADN-s njerëzore. Ku të çon kjo? Inxhinieria gjenetike lejon përmirësimin e inteligjencës, forcës fizike dhe jetëgjatësisë. Shkencëtare si Jennifer Doudna, e cila në 2020 merr çmimin Nobel, qofse James Watson ka zbulu ADN-n, kjo zbuloi RNA-n, që janë pjesë e qelizës, pjesë integrale. Dhe ADN-ja është kodi gjenetik. Kur James Watson që mori dhe çmimin Nobel dhe grupi shkencëtarëve, Bill Clinton kur e ftoi në shtëpinë e bardhë, i tha sot kemi filluar të kuptojmë gjuhën me cilën Zoti e krijoi jetën. Se qelizat, pastaj molekulat e përbëjnë jetën, apo jo? Ne kemi
sa qeliza kemi në trupin tonë, 37.000 miliard. Jo 37 miliard, 37.000 miliard. Kështu që kjo është perspektiva ku po shkon njeriu. Dhe prandaj çfarë themi për Dejxhallin? Është njeri i përmirësuar me teknologji. Pra për gjithë ne po e bëjmë Dejxhallin real pra. Që edhe nëse sot ne na dëgjon një person i cili hera parë që dëgjon për Islamin. Ai po mos ta dëgjoj këtë trajtim, ai thotë çen këto pralla. Ose ai nuk ka pas mundësi të lexojë për shkencën. S'njeh as Jennifer Doudna, nuk njeh as James Watson, nuk njeh as Newtonin, nuk njeh as Einsteinin, as Hawking, nuk njeh as shkencëtar, as Plankun, as teorinë kuantike, as jo. Dhe ai po tani gjoj i duken si pralla. Kur ne japim variantin shkencor, bëhet më e kuptueshme. Dakor, po ti po thua domethënë në komandimin e çipeve dhe të robotëve, ndërkohë që këtu kemi të bëjmë me komandimin e reve, të shiut, edhe të tokës, edhe të tërmeteve. Po, një njeriu i përmirësuar gjenetikisht dhe njeriu që lidhet me internetin, pra tru kompjuter, dhe njeriu që ka çipin, që ishin vizionet e shkencës, dhe një pjesë e tyre e madhe do arrijen, sepse janë teori të sakta shkencore. Normal pasaj që duke shku në progres, se ne e dim se si është, deri sot për shkak të zhvillimit interneti. Sot kemi celularin, por nesër njeriu do pajiset me lente, do t'i ketë gjitha brenda, s'ka nevojë të marrë celular siç e mbajmë ne sot. Pra ne shohim që shkenca progreson, qofse s'do ketë luftra dhe gjëra. Atëherë ne nxjerrim konkluzionin që Dejxhalli është shumë real për këto që ne po flasim. Edhe për hadithet që i përmendëm dje që ishin shumë çuditshme, ato duke e njohur shkencën dhe duke pa ku do të shkojë shkenca, ato bëhen shumë reale. Dhe ai do ketë mundësi, do shkojë në një vend që mund të jetë shkretir. Në një vend që ka vetëm diell dhe nuk mbin asgjë nga toka. Do t'i urdhëroj thotë ret, do t'i manipuloj pra ret, dhe do të zbresi shiu në atë vend që nuk ka rënë asnjëherë shiu. Ne sot po bënim një bisedë apo dia kur po bisedonim bashkë që shkencërisht është pranuar që nesër vende shumë të thata dhe shkretira do bëhen pyetje të mëdha nëpërmjet manipulimit të situatave. Dhe Dejxhalli do shkojë në një vend dhe do i thotë do i urdhëroj re dhe ato do sjellin shi. Do i urdhëroj tokën dhe do sjellë bim nga më të ndryshmet. Dhe kjo do ta bëjë atë dominant në atë kohë. Pra, e gjithë bota ka shku përpara, po Dejxhalli është disa hapa përpara të tjerëve. Për këtë arsye do ta ketë dhe këtë forcë nga pikat e tjera që ne i përmendëm. Dhe me këtë si duket edhe kërcënant, ku do të thotë do të shkojë në një vend dhe do t'i ftojë, nëse refuzon i bën të varfër dhe e kundërta. Kjo është shisa bukur shpjegon dhe aspektin shkencor dhe aspektin ekonomik. Dejxhalli dhe lobingu i tij kanë ekonominë botërore në dorë në kohën që ai vjen. Dhe thotë do të shkojë në një popull, do t'i thotë atij populli që ta besojnë si Zot, edhe të vendosi ligjin dhe orientimin e vet, modelin e vet. Po ato njerëz janë besimtarë. Ato njerëz e dinë që kanë vetëm i Zot. Ato njerëz kanë disa parime dhe nuk e pranojnë. Ai popull varfërohet. Dhe ne e dim çfarë sprove është kjo. Pra të ketë ai në dorë me të botë pasur ose të varfër dhe ti ta mohosh atë si Zot dhe të bëhesh i varfër. E duron dot apo se duron? Kjo është sprove e madhe. Kemi hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Zot më ruaj nga shirku dhe nga varfëria. Gati ka bashku të dy bashkë. Po, ose do shkojmë në një vend që janë të varfër, do ta pranojnë, do ta njohin si Zot, do t'i zbatojnë gjithë ligjet që ai kërkon. Do ta mohojnë Zotin më të madh dhe do bëhen të pasur. Pra shikoje sa sprovë e madhe është Dejxhalli. Po unë s'po them të voglat për shembull, e di kush janë sprovat e vogla? Se s'po i përmendim ne. Ai do parapi veset më të tmerrshme që ka mundësi të bëjë njeriu. E ne e dim se ç'bëjnë njerëzit për të plotësuar tekat, veset dhe pasionet dhe epshet e këqija. Ai do t'ja bëjë shumë liberale, do t'ja bëjë shumë të bukur dhe shumë tërheqëse. Por njeriu sa më shumë ne e kemi të qartë, sa më shumë zhytet ke këto, ka disa kënaqësi paraprake, po pastaj shkatërrohet dhe bëhet me depresion. Prandaj ka thonë do të ketë me vete, pejgamberi selam e ka shpjeguar kështu, do ketë me vete një xhenet dhe një xhenem. Qofse ju ballafaqoni me Dejxhallin, sot futuni ke xhenemi i tij se do gjeni xhenetin. Dhe mos u fusni ke mashtrimi i xhenetit se do gjeni xhenemin. Pra veset do jenë në çdo vend parimet do shkelen me këmbë. Dhe ai i cili futet në veset e tij do i duket sikur po arrin xhenetin, në fakt do arrijë xhenemin. Pra do shkatërrohet, do bëhet njëri me vese, i mbarur nga veset, dhe ne e dim që ato gjërat kalojnë në depresion edhe ka probleme sociale nga më të ndryshme. Kjo është pak a shumë mbi pjesën e
Dëxhalit, sepse kemi dhe momentin e Mekës dhe Medinës, po sqaruam dje që E përmendëm pak që do krijohen tërmetet me djalin e ri që do me dilte. djalin e ri, ku normalisht pastaj edhe ajo pjesa që besimtari nuk e kërkon sprovën vetë, që thotë mos u përballni nëse keni besimin e dobët. Po, ka thonë, do t'i dilni dëxhallit me mësuar atë, ose me u ballafaqumet, mos ni thotë kur nuk keni dituri dhe devotshmërinë e tuaj. Se do dilni për t'i thënë të vërtetën dhe do ta pasoni atë mbrapa. Dhe do ketë musliman në atë kohë që largohen, nuk ballafaqohen. Interesante. Është përzgjedh vetëm një djalë i ri që e bën këtë veprim dhe del me sukses. Po. Tash kjo është pyetje jashtë. Po. A kemi ne dhënë si është jeta e këtij? Se duhet të jetë shumë me besim të madh dhe të I devotshëm, ky është njeriu Kuranit. Ky është djalë i ri, po ka dituri. Ky është djalë i ri, po është i sinqert. Kur te veprim ta boj me dëxhallin, tregon që është kapacitet shumë i lartë. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë për këtë djalë të ri, ka mendime që mund të jetë Khidri, sepse pastaj pasurohet historia, po nuk ka argument. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë ky njeri do të jetë një nga dëshmitarët më të mëdhenj të Allahut ditën e gjykimit. Pra kur dalin shumë njerëz që e kanë njohur si Zot dhe janë mashtruar edhe prej tyre dhe musliman, do gjenë justifikim që sprova dëxhallit ishte shumë e madhe. Allahu do nxjerrë këtë djalë neri. Do thotë, po ja ku e keni shembullin. Që jo vetëm nuk e ndoi, që po i doli përballë, edhe sakrifikoi jetën e tij për ta treguar të vërtetën për njerëzimin. Kështu që ka thonë është një nga dëshmitarët më të mëdhenj të Zotit në ditën e gjykimit. Aq pesh ka ky djalë i ri. Do kuptohet cilësitë e tij janë i moralshëm, i dijshëm dhe njeri i Kuranit. Ecën me parimet e Kuranit. Dhe në momentin kur gati, do më thënë po flasim që ngelet shumë pak pjesa e besimtarëve, ngelet shumë pak pjesa e varfërisë të shtumë në masë dhe pjesa shumë prej besimtarëve dhe fshihen për të mos u përballur me të. Nuk ballafaqohen, po, më një Meka dhe Medina është vetëm mirësi për Zotit që në këto pika. Nga krau tjetër kemi dhe Mehdin që po përgatitet me pjesën tjetër të po janë musliman të dobët. Musliman të dobët që thotë se ai robi i rrethum që më mirë po vdesim. Po bëj sebebet. Po bëj sebebet, megjithëse dëxhalli është shumë më i avancuar. Po. Tani do të thonë në këto momente vim ke pjesa që zbret pejgamberi i Allahut. Pra, pejgamberi jon ka thonë një herë i fillun ta lavdrojnë. Se ka njerëz ndryshëm. Ka qenë shumë modest edhe i thanë o ti më i larti, o ti më i pa krahasueshmi. Fillon t'i japin lëvdata të mëdha. Ai di si ka thonë? Tha, mos më lavdroni mua si e lavdruan kristianët Jezusin dhe Isain. Më mjafton mua ajo që më ka quajtur Zoti, robi i Zotit dhe pejgamberi i tij. Një herë e pa njëri dhe i tha ja khairul beriya. O më i miri i njerëzve, profeti ton alayhis salam. Ai di si ka këtë përgjigje? Tha dhake Ibrahim. Jo, thash Ibrahim nuk jam unë. Subhanallah. Po ka qenë shumë modest. Tani ai ka thonë që unë me Isain jemi profetat dy të fundit dhe jemi shumë afër me njëri tjetrin. Dy gjigantët e mëdhenj të pejgamberllëkut, njëri quhet Isai alayhis salam apo Jezusi dhe tjetri mas 600 vjetësh dhe këto dy po ti shohësh sot to dominojnë në konceptin e besimit në botë. Dhe ne pse e lavdërojmë Isain kaq shumë? Sipas dhjatës së re, Isai pritet të vi dhe në Islam pritet që Isai të vi, pra është e njëjta gjë. Do të themi gjë të lezetshme. Shumë interesant, kur do të thellohesh e ti kuptosh argumentet. Ne thamë që sa herë thoshte dhjata e re që është biri i njeriut Isai. Të kujtohet ndo pak? Se po duhet që të kujtohen edhe vëllezërit dhe motrat që na ndjekin, Harrova për moment. Po, 80 herë. Po. Dhe 80 herë në dhjatën në Ungjil, në dhjatën e re, thuhet që ai është biri i njeriut. Në Kur'an thuhet biri i Meriemës. Po. Dakor, sa më edhe 25 herë përmendet me emër, sa përmendet dhe Ademi. Dhe 12 herë duket si profet. 12 herë si profet. 4 herë nga gjua e vet, Isa i vet ka thonë. Profeti ka thonë asnjëherë nuk mirëpritet në vendin e tij. Vetë ka thonë në Ungjil që janë. Dhe 8 herë kanë thonë njerëzit, erdhi profeti i Nazaretit për shemb. Ky është profeti i madh që pritej. E kupton, pra jam. Tani në dhjatën e re, po të shohësh me vëmendje, përmendet 3-4 herë zbritja e tij, pra që është, si më thon, pika esenciale. A di si përmendet kur zbresi? Biri i njeriu do të zbresi bashkë me engjëj për të vendosur gjykimin.
A ka ndonjë dallim me Islamin? Njëjtë gjë. Biri Merieme si njëri. Po biri i njeriu dhe me engjëjt, kështu është edhe në hadithe. Subhanallah. Isa alayhis salam thamë që mund të ketë qëndruar i madhi Zot 2 ditë ose nëse ishte 50.000 vjet si i binte që të ketë qëndruar shumë pak. Shumë pak. Tani themi gjë që është e frikshme valla. Zoti na ruaj se këtu kuptojmë dhe Dejxhallin. Një nga gjërat jo të mira Zoti na ruaj. Inshallah e kuptojmë mirë këtë dhe duhet më bëj lutje shumë. Një nga gjërat valla më të këqija, mas mohimit dhe shirkut, ai dikush është të vdesësh duke bërë gjinaf. E di pse? Sepse ne vdesim dhe mendojmë për shkak një që ka vdekur para 1000 vjetësh, një para 2000 vjetësh. Ne mendojmë se ai kalon koha si ke ne, nuk kalon koha kështu. Dietarët pa e ditë konceptin e kohës, siç e dimë ne sot nëpërmjet teorisë së Einsteinit, sa po vdes robja, disa pak kalon dhe bëhet kiameti, se ke. Allahu Akbar. Po për Zotin, dhe imagjino ai kiamet të kapi ty ke qenë të bëj gjinaf kur ke vdek. Farjetim mashtrues kjo po. Është një, po jo, është e frikshme për këtë. Po jo, po është. A di si kanë thënë dietarët? Men mate kad qametil qiyama. Kush vdes është bëu kiameti për atë. Kemi disa ajete në Kur'an që thotë dhe i pyesin ato ditën e gjykimit sa jetuat në tokë. I pyet Zoti ose i pyesin engjëjt. Ato thonë jetuam një pjesë të ditës ose një ditë. Sepse ka shkruar, domethënë kjo botë kujtohet shumë e shkurtër, por në krahasim me dimensionin atje dhe jeta varrit ka kaluar shumë shpejt. Thotë për ditën e gjykimit, yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kur ballafaqohen me ditën e gjykimit, i duket bota këtu si një paraditë ose i mbrëmje. Prandaj inshallah në Ramazan në dëgjoft me të mira i madhi sot. Paktën. Kur në atë çast si po japim shpirt minimumi, mos jemi të bëj gjinaf. Dhe minimumi themi la ilaha illallah. E kupton sa interesant është se ajo është çasti që ti nga ajo bëhet kiameti. Dhe pse ta mbyllim çastin e fundit duke bërë një gjinaf? Dhe pse mos ta mbyllim çastin e fundit duke thënë la ilaha illallah? Kjo është një. E dyta maksimumi është që të vdesim dhe Zoti në ato çaste që po japim shpirt të jetë shumë i kënaqur me ne. Kjo është maksimalja. Por të paktën mos vdesim duke bërë një gjinaf. Se kjo pastaj është problem shumë i madh. Dhe do kaloj shumë shpejt çasti nga vdekja derisa të dëgjojmë pastaj që i fryet surit për të bërë kiameti. A di si është? Një hapje mbyllje sysh. Është shumë e shpejtë jeta varrit. Këtë e thot shumë potencisht Kurani, po e kuptojmë ne edhe nëpërmjet shkencës që në dimensione të tjera koha kalon për herë. Tani Isa alayhis salam sa kanë qëndruar shumë pak. Ti the i gjë interesante kur folëm në një ditë që the duke qenë se neve na del që profeti ka kaluar në qiellin e dytë, tamam si atje po themi sikur të jetë një ditë sa 1000 vjet ashtu siç na shpërshkruajt Kurani, ai ka qëndruar 2 ditë e pak sekonda, pak minuta i vjen. Kam menduar gjatë se gjatë gjithë ditës kam menduar shumë interesant. Dhe ka një sens, po Zoti i din më mirë punët e veta. E rëndësishme është që ne duhet të themi që Isa alayhis salam kur Dejxhalli mendon se arriti kulmin, kur Dejxhalli shumë njerëz i ka sprovuar. Çfarë moshe është ngjit 33 vjeç. Sa zbret në tokë? Po 33. Që këtu duket që kjo fes ka si lloj gabimi, se 600 vjet kur ka qenë përpara dhe të llogarisësh dhe janë 2, i bie që të vi 2000 vjet e sa 2050 vjet. Kishte qenë ai tjetër kishte thonë, dëgjoj 33 po do zbrisi 43 ose ne. Po, jo 43, po 2000, se ka kaluar 2025 vjet. Po të kishte qenë njerëzore. 33 i bën 2050 vjet. Po të kishte qenë njerëzore, do kishte rënë gabim. Jo, zbret po 33 vjeç. Dhe gjoja e bukur me Isajna dikush është ka pas shumë pak kohë për të bëu atë gjë brillante që bëri. Ka qenë i ri. Dhe prap ishte në nivele shumë të larta dhe u bë një nga 5 pejgamberët më të mëdhenj dhe veprat e tij ishin gjigante sikur me qenë 40, 50, 60, 70. Kështu kanë qenë veprat e Isait alayhis salam se Zoti i kishte dhënë mençuri të madhe. Tani po në këtë mosh vjen Isai alayhis salam 33 vjeç. Si vjen?
siç e thotë edhe djata e re. Isai alayhis salam ka qenë shumë i bukur. Është tjetër gjë tani që siç janë dhe debatet se ca e paraqesin foto si me qenë Isai suedes. E kupton se pastaj nga që u përhap kristianizmi në Europë, ke njeriu i bardh, del Isai sikur s'ka lind në Izrael, po sikur ka lind në Suedi ose në Norvegji që s'ka diell shumë. E kupton? Siç zihemi për autorsinë, s'lem njëri pa e bërë shqiptar. Është po, që pastaj egzagerohen gjërat. Po e rëndësishme është që Isai në pamje ka qenë si i kuqërremt. Flokët i kanë mbajt gjithmonë anësh, se e ka përshkruajtur profeti alayhis salam, dhe kur zbret për të marrë revanshin, edhe për t'i tregu botës kush është Zoti i vërtet, Isai alayhis salam do të zbresi, ka thënë, në një xhami me 2 minare, pejgamberi alayhis salam, dhe ka thënë që 2 engjëj e shoqërojnë atë. Do ta zbresi Zoti në një kohë të bekuar, kohën e sabahut. Kurani ka thënë inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Koha e namazit fajrit sabahut është e dëshmuar. Pra vetë Zoti i ka dhënë një veçanti, se është mas namazit natës, vazhdon begatia derisa falet namazi sabahut. Mendohet që në këtë xhami është duke fal sabahun, mendohet nuk është përmend me emër, është përmend si i pari muslimanëve, po jo si Mehdi, po ti e përmend Mehdi dhe ka mendime që ky është Mehdi, i cili është duke bërë sebepet aq sa ka mundësi për t'i bërë ballë sa ka mundësi Dexhallit dhe për mos lënë që Islami të shkojë në regres. Pra Islami mos shuhet, se qëllimi i Dexhallit kryesori është shu Islamin. Se ai që i krijon problemet kryesore për Dexhallin është ato që besojnë që Zoti është Zoti i qejve dhe i tokës. Zoti i Ademit, Zoti i Nuhut, Zoti i Ibrahimit, Zoti i Mojsiut, Zoti i Isait, Jezusit, Zoti i Muhamedit alayhis salam. Pjesa më e vështirë për të manipuluar. Edhe ai e ka vështirë që atyre t'i paraqitet si Zot dhe gjithmonë i ka bela musliman. Por në të njëjtën kohë dhe kristianët, sepse edhe kristianët e njohin antikrishtin. Dhe sado që i paraqitet për Mesiha, muslimanët jo, po edhe kristianët nuk do ta besojnë. Kristianët po flasin që kanë dije dhe janë sinqertë. Tani zbret namazin sabahut dhe sa po thirret i kameti. Tani imagjino sa të bekum edhe sa të sprovum janë ato njerëz janë në xhami, që në sikletën e Dexhallit, njerëz shumë devotshëm, duke i bërë ball diktatorit të botës, atij që ka shumë gjëra në dorë. Dhe ati që po t'i thuash që jam me ty të hapen dyert e gjithë kësaj bote. Pra imagjino ç'do bëj me masën e çdo lloj mashtrimi që rrehen për gjëra të vogla. Prandaj tema e Dexhallit ka 2 gjëra të bukura. E para është që ne të ruajmë veten dhe ato që na dëgjojnë, dhe e dyta është sa bukur e ka shpjeguar profeti si do vi shkenca derisa të vi Dexhalli. Kjo është gjë madhështore. Kjo sa vjen dhe afrohet koha e Dexhallit, aq më shumë i shtohet vlera asaj që ka fol pejgamberi alayhis salam për të mallkumin e Dexhallit. Kur zbret, imagjino sa gjë e bukur do jetë kur hapet dera. Pra dera xhamisë sa hyn besimtarët. Hapet dera vllai dashur. Dhe i nure i dritë është duke hyrë derën e xhamisë, xhamin e madhe. Disa thonë është xhamia e Mauite, punë të modit Zot ato. Në hadith nuk është përmend. Por shembull dëgjoja i prift që folte, dhe ai mendonte se do të vi në Palestinë dhe vendi ku thoshte ai thotë është i xhamia e vogël. Prifti vet, sepse aktualisht është i xhamia aty ku mendojnë kristianët që do zbresi Isai alayhis salam. Tani kur hapet, alhamdulillah, një bukurie rrallë, një nur i rrallë, dhe i personazh dhe i profet i rrallë. Edhe i çuditshëm. Mirë që kur ishte herën e parë ngjallit vdekurit, e gjitha ato gjëra të mrekullueshme, po tani ka net dhe i kohë atje lart ka parë gjëra të jashtëzakonshme të mrekullueshme dhe akoma më shumë i shtohet vlera dhe pesha si shpëtimtar, Mesi do të thotë shpëtimtar. Dhe të vjen tani për të shpëtuar botën dhe për të mësuar botës që duhet ta adhurojnë Zotin një dhe një të vetëm. Dhe Dexhalli nuk ka qenë asgjë tjetër përveç se mashtrim. Në këtë kohë që vjen Isai alayhis salam është shpëtim edhe për ato që janë mashtruar. A di kush do vuj shumë nga Dexhalli? Ato të cilët e besuan si Zot dhe vdiqën kështu. Kurse ato të cilët vjen Isai dhe Dexhalli vazhdon dhe Isai sundon, këto shqyr Zotit bëjnë tobe. Pra shife, punë të modit Zot. Kush e ka rrisja i jep jetë, kthehet ke Isai. Kush është ai që e beson si Zot dhe vdes ashtu, ai pastaj ka. Kjo tregon që lindja e diellit nga perëndimi është pas Isait dhe Dexhallit. Po, janë shenjë. Po ne do dalim, masi të marrim këtë temë, do flasim për shenjat e tjera të Kiametit. Dhe elhamdulillah, hapet dera, hyj nur. A di si e ka përshkruajtur pejgamberi çastin e parë? Ka thonë kur
kur e ul se Isa është shumë i turpshëm, siç kanë qenë pejgamberët. Ka i hadith për shembull që ka nota të dobta, po është i bukur. Ka thonë pejgamberi kur turprohej ishte si virgjëresha në rrobat e saj. Pra përpara, se tani duhet më shpjegoj edhe shembull vëlla, se sot kanë humbi çik. Përpara për shembull, një vajzë se ishte martu. Ajo kur u ishte me turp, se ishte akoma në moshën delikate dhe njerëzit kanë qenë me sedër të madhe. Dhe e kanë përshkruajtur pejgamberin ishte i turpshëm si virgjëresha në rrobat e saj. Pra që është e kujdesshme, nuk se s'është e martuar me zoti shfaqet as burrit. Të ke parasysh çan nivelesh kanë qenë dhe Isa alayhis salam është i turpshëm. Thot kur hyn ashtu u thirr i kameti. Imagjino çai kameti me peshësh. Është ngret muezini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu i kametin. Hapet dera. I kameti vazhdon, njerëzit kthejnë kokën. Hyn pejgamberi i të madhit Zot, Isa alayhis salam. Pejgamberi ka përshkruajtur kështu, deri në minaren edhe që zbretosh me engjëjt. Engjëjt vazhdojnë, Isa i fillon misionin. Ç'a bën? Kur ul kokën, ka thënë pejgamberi alayhis salam, sikur pika ujë bin nga flokët e tij. Kur e ngrën kokën, për nga bukuria, për nga hieshia, për nga adhurimi, siç e ka pasur atë pamën e tij kështu shumë mistike, siç përshkruhet, dhe kur e ngrën kokën thot ngjan sikur është i rrethuar me margaritar. Pejgamberi i madh Isa alayhis salam. Pra, të mahnit që me pam. Sa ke zbrit nga universi apo sa ke zbrit me nur, me dritë. Por pejgamberët çu kanë qenë, e tham, dhe për Jusufin, ti ke pas pejgamberin ton. Pejgamberi jon alayhis salam e ka parë njëri sa kishte hyrë mbrëmja dhe hëna ishte e plotë. Dhe pejgamberit i kishin sjell nga Jemeni një pallto të bukur. Dhe hap derën dhe ai shoku kishte ardhur për ta taku. Një sahab, kur e shikon hënën, thot për Zotin pejgamberi alayhis salam ishte më i bukur se hëna e plotë. E bukur ere thot i gjot bukur. Thot kur buzëqeshte dhe qeshte pejgamberi alayhis salam sikur dielli lundronte në fytyrën e tij. Pra pejgamberët kanë qenë të bukur dhe Isa alayhis salam ka qenë shumë i bukur. Hyn edhe tani, imagjino, edhe Mehdi me qenë, po edhe në i drejtues tjetër i atyre muslimanëve, ke parasysh çfarë peshe të futesh ti me fal namaz e vje Isa alayhis salam? Jo. S'të bëjnë këmbët. S'të bëjnë këmbët, normalisht i lumtur që i e xhamat. I lumtur që po e takon. Po jo super shef. Se do e shosh më mbrapa që thot Isa alayhis salam, kur stabilizohet në kodrën tur, besimtarëve më të devotshëm që ka afër i tregon gradat e tyre në xhenet. Si profeti jon që thotë Abu Bekri të në xhenet me radhë, Isa alayhis salam filloi shpjegon se ka qenë dhe shumë afër, ka udhëtuar në xhenet e ka udhëtuar në përqej. Pra ka kapacitet shumë të lartë. Tani shkon, afrohet dhe ka mbaruar kameti. Mbas i mbaron kameti, imami duhet falë namazin. Dhe gjithë janë një zëri që e njohin që është Isa alayhis salam. Trupi mornica. Nuri i madh, begatia e madhe, po mbi të gjitha Allah shpresë e madhe. Se ne e kapim kështu se si jemi to e vujt Dexhallin, po e kupton ti është siklet mod. Fix. Dhe shiqyro Zot, faleminderit, ato kanë bërë dua deri në atë kohë që ai të vi. Dhe ka dash i madh i Zot që Isa alayhis salam afrohet dhe të gjithë i thonë futu imam, ai thotë jo. Pse thotë jo? Modestia e pejgamberëve. Çfarë argumenti gjen? Thotë unë nuk do futem imam sepse i kameti nuk është thirrë për mua. Pra, a ke parë modestia që mos me ardhe dhe shife pejgamberët kanë qenë shumë zgjuar dhe kanë qenë shumë sensibël dhe kanë qenë shumë sensitiv. Tani aty është imam që është çu për të fal. A kur thirret i kameti, a bëhet gati imami me dal me fal namazin? S'ka dash me e fy valla. S'do doj ta fy. Dhe ai gati është për ty me fal namaz. I kameti është thirr për atë, ezani është thirr për atë imam. Afrohet dhe i thonë patjetër ti. I thot, jo, se ky i kamet nuk është thirrur për mua. Edhe i bë me shenjë imamit futet. Imami po i dha urdhër Isa alayhis salam s'ka ku shkon. Sepse pejgamberi jon ka thonë ai vjen për të gjyku me besim, ke i madh i Zot për t'i drejtuar njerëzit, ai është i pari. Dhe futet ai vetëm për atë namaz. Edhe ka dhe një simbolik tjetër që nuk ka ardhur për, domethënë nuk vjen me legislacion, nuk vjen me ndryshim.
hyn në rrjedhën e janë për Islamin. Janë për Islamin. Janë për Islamin diskutohet. Vjen si, domethënë, patjetër. Pas e tham pra një është me çfarë dvi? Dvi me çudi, po dvi pra se me fenë e fundit që ka zbrit Zoti. Çfarë rëndësi ka emrin Muhammed, e ka emrin filan, e ka emrin Isa, e ka pse emër është kjo. Ato që ka caktuar Zoti ato besojmë ne. Pse ka i këto probleme me që i ka zbrit e fundit Muhammed. Ato janë vëllezër, janë pejgamber, ato do jenë gjithë në gradat më të larta të xhenetit. Njerëzit e vegjël i vujnë këto gjëra. Njerëzit e vegjël. Nëse do me fol për xhamin, është koha. Jo, është koha se këtë desha me thonë, na nxjerr pak të lutur, na nxjerr pak xhamin. Kjo tani vetëm një shpjegim të shpejt. Kjo është xhamia që ne folëm dhe tham që është ndërtuar, pritet ndërtohet në Podujev. Kjo është në projekt, këto shtëpiat janë të ndërtuara, shqyrë Zotit amuta kemi bërë dhe për urimin atje janë banorët, dhe nga gjithë pyetjet dhe vlerësimet që kemi bërë është që në Podujev, zona atje nuk e ka një xhami të madhe, siç po pretendojmë që ta ndërtojmë, që të ndërtohet në Podujev, dhe zona po fillon të popullohet shumë. Atje ka një flite, domethënë për gati 3-4 kate si xhami, ka ndërtimin, mund ta japësh edhe pak pjesë në brendshme? Po, ja, po. Kemi katin e parë këtu, kemi mofilin, kemi katin lartë, që është edhe me kupola me të gjitha, dhe sipas arkitektëve është diku ke 1350 metra katror ndërtim, kështu e klasifikojnë. Po. Ajo që dua unë është që për qenë se duke thënë ne kemi pjesën edhe të transparencës dhe për të parë dhe për të vlerësuar është që neve sot i themi të gjithë firmave të ndërtimit, të gjithë besimtarëve. Dhe veçanërisht në Kosovë. Veçanërisht në Kosovë, sepse i përket dhe veçanërisht akoma dhe më mirë nëse do të ishin zonës Podujevës apo kush të ketë mundësi dhe që ka një lloj eksperiencë mbi ndërtimin e xhamive. Ja japim projektin, le të kontaktojnë me neve, ja japim projektin, le të na sjellin një vlerësim. Kush doj për hir të Zotit të bëjë një kontribut, numrat e llogarive do të jenë aty dhe të japim mundësi Podujev me transparencë plot, dhe të japim mundësi Podujevës ta ketë këtë margaritar, këtë xhami kaq të mrekullueshme në këtë lagje. Ajo që ne tham është që kush ndërton qoftë dhe një tull të vendosi me xhami, Zoti do t'i japi shtëpinë në xhenet. Pra ne do të vazhdojmë kontributet, do të vazhdojmë që të bëjmë gjithë sebeb që xhamia ndërtohet, por në qoftë se edhe atyre që janë nga Kosova, më shumë i lutemi që nëse njohin firma ndërtimi, t'i lajmërojnë, të kontaktojnë me ne, të më shkruajnë mua numrin tim ose me email dhe neve t'i paraqesim projektin se po shohim kush e bën atë më lirë. Sepse po kemi synimin që kur është çështja e xhamis mos të ketë një synim që të fitohet sa më shumë, po të jetë ideja që inshallah ai që e merr përsipër ta ndërtojë të jetë dhe besimtar dhe ndasht i madh i Zot ta bëjë me i kosto që edhe për ne të jetë e mundshme, po edhe xhamia e Zotit le të ndërtohet. Dhe kënaqësia jonë është që do ngeli vakuf, ne do kemi ndruar jetë. E inshallah njerëzit aty do vazhdojnë që të falen dhe ne edhe gjithë ato që kontribuojnë do na vinë sevapet atje ku e kemi shpirtin e do na rriten çdo ditë derisa të vijë dita e mallnueshme e gjykimit. Leja e xhamis, do të thënë nga komuna e Podujevës është dhënë. Po. Me besojmë edhe me Bashkësinë Islame çfarë është folur, domethënë gjitha kompleksisht. Ne vetëm do ta ndërtojmë, do t'ia dhurojmë Bashkisë Islame, e atyre është normal, ato do e menaxhojnë imamin e të gjitha, ne vetëm duam ta ndërtojmë nga që kemi ndërtuar dhe lagjen në atë vend. Kjo është qëllimi jonë. Do të ishte fantastike nëse do të kishim mundësi, domethënë ta pajisnim këtë zonë edhe në Podujev edhe të gjithë njerëzit, të paktën sepse kam qenë shumë interesuar vizë dhe kam pyet zona në përgjithësi nuk ka xhami të madhe dhe nuk ka xhami që dhe është një zonë në zhvillim e sipër dhe ka shumë shtëpia. Kam pyet dhe njerëz të Podujevës si zhvillohen qytetet normal dhe ka thënë është mos e domosdoshme një xhami e tillë. Tani para mendo që ajo xhamia mbase, domethënë, mas 50 vjet, 100 vjet mund duket e vogël, po të paktën domethënë po është aty, po mund zgjerohet, mund bëhen xhamia të tjera. Varet si paktën domethënë shpërblimi i Zotit edhe pas vdekjes tij. Ka i drejt që thonë disa, dhe ne, domethënë, kush është kultura jonë? Ka njerëz vëlla që thonë pse s'boni spitale, pse s'boni ke parasysh shkolla, është më së e drejtë. Por ne po i themi që
Ne konviktin e kemi bërë me 75 vajza ekselente. Janë 75 vajza që janë në universitetet më të mira dhe ato janë gjitha me nota 9 dhe 10. E dyta, nuk besoj që është e largët dita që ne do të bëjmë klinikën edhe në avancim Spitali Bambino Gesù. Pra, i japim shumë drejt, se ne po flasim për shkencën ngjes drejt darkë, kanë shumë drejt që arsimi është element shumë i rëndësishëm, mjekësia është element shumë i rëndësishëm, po edhe kultet që në fillimin e botës kanë qenë gjëra shumë të rëndësishme. Prandaj quhen edhe kult, se vjen nga fjala kulturë. Sakt, kthej pak projektin mbrapa me foto. Këtu domethënë është kopsht. Se mos flasim domethënë që zona është rregulluar, kompletuara. Por në këtë lloj pike dhe gjitha këto se ne flasim për shumë vetëm për xhamia dhe gjitha këto janë banesa të cilët normalisht strehohen njerëz dhe janë aktuale. Kjo është lagje që e ka bërë Fondacioni Firdeus në Podujev. Pra, domethënë janë bërë shtëpiat, është inshallah bëhet xhamia, është kopshti, pse jo nesër të bëhet edhe i shkollë, të bëhet edhe i klinik. Të gjitha janë pjesë e identitetit të njeriut edhe sa më shumë të kemi mundësi që të ndërtojmë, aq më mirë. Nuk mërzitemi ne nga këshillat, apo jo valla? Patjetër. Dhe që të kuptohet dhe diçka, nuk është për shkak se dëshira jonë është për të organizuar dhe për të marrë shpërblimin si çdo donator, çdo bamirës për të qenë tu. Ama kjo më tepër ka qenë një kërkesë e gjithë banorëve të zonës, ka qenë një kërkesë e gjithë besimtarëve në atë zonë dhe ka qenë një kërkesë edhe personit që ka dhuru tokën. Amaneti më i madh është që personi këtu ka një person brillant. Ai i cili ka pas tokë është 10.000 metra dhe ne duhet t'i falenderojmë të themi këtë Ramazan Allahu ja shpërblef të gjithë asaj familje, të cilën kur të shkojmë edhe të fillojmë punimet do të jemi bashkë me to dhe ai e ka dhënë në emër të Zotit. Kur ka marrë vesh që ne do ndërtojmë lagje. Tash janë më 3D këto. Tani këto janë origjinale. Këto janë origjinale që kemi qenë. Janë banorët. Dhe ai nga zemra e kanë bërë që kanë dhuru 10.000 metra. Nga bisedat që bënim atëherë dhe me kryetarin e bashkisë atje, ishte që përveç shtëpiave a keni mundësi edhe i kult i xhami. Dhe shqyr Zotit tani janë kriju kushtet, sepse ka ato etapat e veta që janë kriju mundësit që të krijohet të bëhet edhe i xhami. Xhamia e cila do t'i lehet është e bashkisë islame, ne vetëm e ndërtojmë dhe ato pastaj vazhdojnë duke i vënë imamin dhe duke vazhduar mirësitë që i takojnë. Kështu që edhe një herë domethënë është një thirrje publike për të gjitha firmat në Kosovë, kush të dëshirojë që është e gjen vendin pranë dhe ka eksperiencë në ndërtimin e xhamive, kush të dëshirojë të kontaktojë, të japin projektin dhe të na sjellin çmimin, kush ta bëjë më lirë ta gëzojë. Dhe kjo është pjesa e gjës më të bukur që të arrihet domethënë që të besimtarëve të krijohet mundësitë për të pasur një xhami. Qofse çunat kanë mundësi të vendosin numrat e llogarisë këto, do ta kishin më të lehtë edhe dikush që don. Që ti ke thënë një tull ka vlerën, imagjinoj sa do falen aty. Gjithë do marrin pjesë me lejen e të Madhit sot aty. Dhe jemi Tani jemi tek momenti që Isai mbaron faljen e sabaut, se na kujtu xhamia nëpërmjet Isait dhe pjesës së xhamisë. Dhe Isai alayhis salam tham nuk futet imam. Namazin e fal ai i cili ishte thirr ikameti për ta. Mbasi mbaron namazi 2 rekat në sabaut, Isai alayhis salam merr përsipër drejtimin e umetit islam. Pra kaq toleron. Pastaj aty ku ishte ul imami, ai spostohet ulet Isai alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ka përshkruajtur gjë të bukur këtu. Sikur e ka ditë që sot çdo lajm bëhet në sekond lajm. Tani nëse do mundohemi ta shpjegojmë me terma të kohës, Zoti e din atë çast. Thot në kohën që Isai ulet, Dexhalli atje ku është fillon shkrihet. Kur them shkrihet, shqetësohet dhe mbaron. S'ka më fuqi, sa i e din, ka informacion, që në kohën që zbret Isai alayhis salam mbarojnë minutat aty. Tani, kur ja ka thënë profeti shokëve të tij, si mund të shpjegohet kjo vëlla? Dexhalli varet ku është në atë çast. Dexhalli në atë çast është i pari i botës. Si mundet ai ta shikoj dhe ta shpjegosh këtë parimi e 450 vjetësh që në kohën që Isai ulet, sa maron namazi, informohet Dexhalli dhe thot fillon shkrihet edhe e humb fuqin.
A mund bëhet kjo vetëm nëpërmjet kohës moderne që jemi sot? Pra të krijoni ide bashkëkohore sikur gjithë kamerat kanë ardhur në xhami. A është kështu? Se si e merr vesh Dexhalli shumë larg që Isa alayhis salam pas ka zbrit. Dhe nga këtu ai e merr revanshin e situatës. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, Dexhalli thot shkrihet si kripa në ujë nga ardhja e Isait alayhis salam derisa Isa i merr forcën, fillon kontrollon situatën dhe e vret Dexhallin në Palestinë. Pra është tregu edhe vendi ku Isa alayhis salam vret Dexhallin. Dhe e vret në një formë të dukshme transparente që njerëzit kuptojnë çfarë Zoti kanë besuar qesharak. Kuptohet, ne po flasim tani se kur ndodhi kjo ngjarje, sa më shumë afrohet, aq më shumë kuptohet. Pra, është përshkruajtur se si ta shpjegonte profeti alayhis salam me çfarë fuqish do vite Isai që ta vrasi Dexhallin. E kupton për çfarë po flisim, çfarë niveli kishte Dexhalli? Imagjino me çfarë fuqie të madhe vjen Isai që e eliminon. Shiko, kur kemi pranuar filmin fare fen për Dexhallin është fol shumë. Po, se është interesant. Është interesant. Në kohë që ne flasim vetëm me rastin ton për Ramazan mund përmendë Dexhallin, nuk e kam dëgjuar më shpesh Dexhallin. Po, dhe biles është një nga shenjat, kur njerëzit do e përmendin më, dhe kur ka ra dituria, dhe kur nuk ka më fe, siç duhet, atëherë do dali Dexhalli. Po do kapi dhe këtë, do shfrytëzoj këtë hapësirën Patjetër. Mos diturisë dhe Normal pra se ai synon që ta besojnë njerëzit si Zot, po nëse në tokë besohet Zoti fuqishëm, ai nuk ka vend që ta dominojë ashtu siç ne po themi. Dhe Isa alayhis salam, elhamdulillah, e shpëton botën nga një bela e madhe, që quhet Dexhall. Njerëzit që kanë besuar Zotin dhe kanë rezistuar sprovës Dexhallit, shpëtojnë, lirohen dhe stabilizohen. Njerëzit që e kanë besuar si Zot shkretët, mashtrum, ato kristalizohen se Zoti që o Zot nuk vritet. A është kështu? Ai që o Zot nuk vdes kurrë, se për çfarë quhet Zot? Zot do të thotë që s'ke fillim dhe s'ke mbarim, as ke lindur kë as nuk është i lindur dhe ai është i përjetshëm. Një nga emrat më të mëdha të Zotit në Kur'an është El Hayyul Qayyum, i gjalli që nuk vdes kurrë. Por çfarë ndodhi gjë tjetër? Që është më e rëndë ose më e avancuar shkencërisht, çuditërisht fantashkencë janë Ya'juj wal Ma'juj. Wa hum min kulli jabalin yansilun. Dhe ato nga çdo bregore zbresin me shpejtësi. A di si mund ta komentojmë sot nga çdo bregore zbresin me shpejtësi? Nga çdo bregore zbresin si val. Pra nëse do ta kapësh me termin modern, sikur ato janë si val. Zotrojnë nga kodrat zbresin në mënyrë shumë të shpejtë dhe dominojnë. Tani ne tham, sa e lavdrum Isain? Ka qenë qell, ka forcë, e vret Dexhallin. Imagjino të vratesh Dexhallin, çka kapaciteti dhe forcë duhet kesh. Kohën që shfaqen Ya'juj el Ma'juj në Bibël përmenden Ya'juj el Ma'juj, Gog dhe Magog. Janë po personazhet që fliten në Kur'an, Ya'juj wal Ma'juj, përmenden 2 herë në Kur'an. Çka ka një gjë? Se këtu do ta mbyllim vetëm me konceptin që do themi për Ya'juj el Ma'juj. Isa alayhis salam me gjithë këtë fuqi të madhe e vret Dexhallin dhe ka ardhur nga i madhi Zot. Lajmërohet se nëpërmjet Xhebrail Eminit i thot tashmë po hyn në loj një popull i cili ti nuk i bën dot ball atyre. I dërguar i Zotit, zbrit nga qielli i lartë. Vret Dexhallin, që po themi është njeriu i përsosur me teknologji. Hajde gjeje sot, ne jemi larg fare për të kuptuar Ya'juj wal Ma'juj. I thohet profetit 1 nga 5 më të mëdhej, një që tregon që vjen me fuqi të madhe,
mos i dil përballje xhuxhel me xhuxhve se ti nuk i përballon dot ato. Ke thoni gjë të bukur para 2-3 ditësh që ndoshta sikur Zoti dha një sinjal që megjithëse njerëzit po marrin gjithë shpresën ke Isai, do më tregu Zoti që edhe Isai është rob si gjithë tjerët, ka një kapacitet, vetëm Zoti shpëton nga çdo gjë. Është një urtësi që del nga kjo. Se është e paimagjinueshme se si Isai alayhis salam me këtë fuqi që vjen, mos t'i bëj ballje xhuxhel me xhuxhve. Çfarë janë këto që kanë më të fuqishëm se sa Dexhalli? Subhanallah. Dokumentin tip modest. Mu më duket sikur këto janë disa krijesa të bëme nga Dexhalli, po që i kalon si plan B. Ideja ime. Këto janë njerëz, por totalisht teknologjik. Pra në qoftë se Dexhalli është pajis me teknologji të madhe, po është brenda natyrës njerëzore. Kurse këto janë deformuar shumë. Këto janë gjys njerëz, në kuptimin e kësaj, dhe janë deformuar gjys AI, dhe këto janë kthyer si zombi. Për shembull, po ta shohësh në Bibël, Gog dhe Magog janë tamam si zombi. Dhe imagjino që Isai alayhis salam duket sikur këto janë që mos u lodh me luftu me këto, se këto s'kan ngel më këto njerëz. Këto kanë qenë njerëz që janë deformuar. Për shembull, një nga avancimet e përmendëm pak më përpara është që ushtritë e mëdha pritet dhe do jetë problem shumë i madh. Shtetet e fuqishme Amerika, Kina, Rusia, edhe Europa do të jetë ndër to, do krijojnë robotët e luftës. Tani më fal, zotëri, do bëhet i luftë. Ne do luftojmë me i shtet. E si Europë. Po nëse janë robot, çfarë luftë do bësh ti? Gjatë qesharak, më ti vdes kurse jo robot, ik një, futu në fabrikë dil tjetri. A është kështu? Elon Musk thotë që mas në 2027 deri në 2030 mund të jenë 5 deri në 7 miliard robot që do jenë për punë ndryshme. Tani imagjino 2050. Se ka di gjë tjetër. Flitet që Ya'juj me Ma'juj do jenë më shumë se sa njerëzit e tokës. Do thoshti nga nxorre këtë. I herë profeti alayhis salam të udhëtu me sahabët. Dhe i thot i gjotë frikshme që ato fillojnë duke qajt. Thot, vëllezërit e mi, për ditën e gjykimit. Tojnë ato qajtur me Zotit. Do jeti skene frikshme, thot, kur do t'i thot i madhi Zot Ademit. Dil dhe tregoj banorët e xhenemit. Dhe thot Ademi alayhis salam, do thot kush janë o Zot banorët e xhenemit. Thot merr nga 1000 vet. Merr nga 1000 vet. 999 vet janë xhenem, një është për xhenet. Sahabët sa e dëgjuan këtë u shkrin lot. Se nuk e dëgjuan dhe pjesën tjetër të komentit. Dhe menduan nga 1000 vet, 999 xhenem, një në xhenet. S'pas kemi shumë shanse. Profeti i papa, i disi të regohet, nga që i vitet turp me pa profetin, ullën kokat edhe mbulun kokën me robë edhe i rrithshin lotët. Nga frika, se mos na përfshin dënimi i Zotit në qoftë se është kështu. Pejgamberi alayhis salam i thot, duroni ta mbaroj. Nga këto 1000 vet, 999 që thash janë Ya'juj me Ma'juj. Hum min kulli jabelin yansilun. Që tregon që këto tamam janë si qys njerëz dhe pastaj futin fabrikë bosa dush. Zoti e di sepse po flasim për një kohë, nëse sot lexojmë disa gjëra se ku po shkon shkenca, nëse ecën me këto ritme, kupton ti kur të arrijë ajo se për çfarë flitet pastaj nuk i dihet fundi i kësaj pune. Dhe për këto lloj krijesash, do të themi gjë të bukur tjetër të Kuranit. Ka qenë ajet plotësisht i pakuptueshëm, ha. S'kishte lidhje fare sura Nisa. Kur Zoti e mallkon Iblisin, e di çfarë i thot Iblisi? Më lën ta afatizuar. Thot do të jesh i afatizuar për të sprovuar njerëzit. Dhe Iblisi i betohet dhe i thot, a di ku do t'i çoj unë njerëzit që mbletit i sprovoj? Do ta ndryshojnë krijimin tonë. S'është kuptuar ndonjëherë kjo vëlla. Kjo po kuptohet me Ya'juj me Ma'juj dhe kur të deformohet njeriu të bëhet teknologjik komplet dhe e humat e njerëzore.
Shejtani në Kur'an surën Nisa, pari 1450 vjetësh është ky ajet, ja ka thënë Zotit që në fillim të krijimit njeriu. Tani që më le që ti sprovoj, do t'i bëj që ta ndryshojnë krijimin tënd. Ti e ke kriju njeriu kështu, atë do ta bëj njeriu në krijim tjetër. Dhe kështu më duket një xhuxhel me xhuç. Duke pa shenjat. Se I gjot çuditshme tjetër çfarë thot Allah, që ta mbyllim. Thot kalojnë në një liqen. Një grup I madh I tyre dhe e pin ujin e liqenit. Kur kalon grupi tjetër shumë I madh, thonë këtu kemi parë që ka qenë një liqen, por nuk është më. Më shumë se sa kjo, aq fuqi kanë këto krijesa që nuk I deli sa I përballë, sa thot armët e veta I drejtojnë drejt qiellit dhe godasin lart në qiell. Dhe thojnë, përveç që po dominojmë njerëzit e tokës, tani po I vrasim edhe krijesat e qiellit. A është fjala për engjëj, a është fjala për Zotin, zullumi I tyre dhe mendimallësia është në nivelit shumë të lartë. Qofse do të lidhim ciklin, po në mënyrë amatore po e them këtë, mu më duket sikur kjo ishte plani I bëj Dexhallit. Qofse mu do mzejnë ai bela, unë e kam lënë situatën që dalin ato që shtypni butonin, se unë po vdes, po zullumi të vazhdoj, siç e kanë zullumqarët gjithmonë që thot vazhdoj e keqja edhe masi unë të kem dalë. Jejuxhët dhe Maxhuxhët dalin direkt pas vrasjes së Dexhallit. Po, sa fillon stabilizohet, Zoti e lajmëron Isain a.s. me besimtarët e kush janë afër teje, shkëputu në kodrën tur, se ti nuk përballohesh dot me luftu me këto krijesa që kanë dalë. Dhe I lën Zoti të bëjnë fesad aq sa don ai, pa u afruar ke Isai ke besimtarët. Dhe bëjnë gjëra aq çuditshme nga këto që I pjesi përmendëm, sa Dexhalli ngja asgjë në krahasim me sa fantashkencë janë këto. Por, çfarë thamë gjë që në fillim? Pa e trajtojmë këtë temë në terma bashkohor, që të kuptoj, për shembull Dexhalli është më I kuptueshëm ato që folëm sot. Pra me termat, po se këto që drejtojnë armët drejt qiellit. Dhe këto që pinë ujin jo si njerëzor. Dhe këto që Zoti I thot Isait, ti si përballon dot, është hesap tjetër vëlla. Hesapi I tyre është komplet tjetër. Tek Dexhallit ndoqja. Tu tani do të thënë. Po dalim jashtë, edhe unë jam vetë që s'mund t'ja pas lloj shpjegimi se nuk ka element shkencor, po që do vinë. Jo, s'bëhet fjalë, se është lajmëruar në të gjithë librat hyjnor, domethënë, paktën edhe në Bibël, edhe në Kur'an, dhe neve nuk ama më sa e bukur është. Se e shoh ka herë. Gog dhe Magog pra. Subhanallah. Një herë se shkoi goxha dhe vjen sabau. Tani, nëse do të ishte mundur, vetëm disa thjesht se kemi rreth unë jam gati 643 komente në Facebook, 108 share do të kisha lut për hir të Zotit, domethënë kush ka mundësi që ta shpërndaj. Do ishte vëllezërit e motra thonë inshallah nuk e mrim këtë kohë, edhe ne atë themi inshallah Zoti s'na sprovon. Dikush tjetër thot sot na rri nga sprovat e Dexhallit, pa tregon që tema ka shkuar në zemrat atyre që na dëgjojnë inshallah. Dikush tjetër thot Allahu I shpërblet vëllezër, gëzimi. Kështu që mashallah. Kemi lutje shumë të këtë vllajin që më qefet thotë kemi pak e reflektori I televizionit shpar. Hajde, mashallah, zbulut, sa I mirë. Olla, jo, për Zotin e mos se ka dhe një që shkruan koment, thot, pse nuk ashtu. Shikoni, ma boni Allah, unë du me rujti që këtë pjesën e privatësisë, du për hir të Zotit, kush ma njeh zonin e di se kush jam, po unë kam qef që vëmendja të jetë tek visja më të dhe dëgjon nga ato që thot. Çfarë rëndësie ka kush I bën pyetjet e kush I bën pyetjet edhe kush e bën bashkëbisedime. Një vllana thot një lutje për Palestinën, Zoti I rujt ato musliman, Zoti I begatoft. Amin. Jo më të rënd se sa ti sprovosh në kohë Ramazani s'ka, Zoti na rujt. Një vlla më pyet sa mund të jetë qëndrimi I Dexhallit në tokë. Gjë që të cilën e kemi fol, po ndoshta ta mbajmë çunat për nesër që ti shpjegojmë disa pyetje që bëhen. Inshallah Zoti. Marinor Hanasi thot, vi numroj unë komente thot vetëm të ketë dëgjim thot se është begati e madhe prej Zotit thot. Zoti është shpërblet Marinin. Zoti të rujt vllajtem. A është normale thot sa herë lutem vjen si gjumë. Lutu më shumë se
janë shenjat syrit, po inshallah Zoti largon. Mashallah. Nga Alaska e Amerikës thot. Mashallah. Tetova. Zoti ju rujt. Allahu i shpërbleft me xhenet. Amin. Nga lutjet më të bukura që boni për ne është ti lutemi Zotit na bëj nga banorët e xhenetit. Shi qa ka i gjo? Është mëkat mos me dash me lind fëmijë thot, duke patur këto parashikimet e të ardhmes se janë trishtueshme. Interesante pyetje. Po, ne duam që të vinë pasardhës të jenë devotshëm që mos të lënë vi kjo kohë, se kjo kohë do vi kur s'ka fëmijë e kur s'ka muslimon të mirë, kështu që është e kundërta kësaj. Edhe kjo është interesante, kjo që tu. E nxjerr dhe herë thot linkun e xhamisë. Edhe herë hudheni nëse se keni problem. Edhe kështu maje me dyshe se është mashallah për Zotin. Sa shkoj ora? Inshallah. Unë megjithse i kam 2750 ndjekës. Po, vëllezër, jemi 4000 në Facebook edhe në nuk e di në TikTok. TikTok u zhduk TikToku çka kishte? U mbyll. U mbyll fare? Apo në mbyll neve? Internet. Pa halal më thash se mos është mbyll TikToku fare. Zoti inshallah ju begatoft. Sot ishte nata e 25. I kanë vëllezër motra netët. Inshallah Zoti na i numëro këto sekonda për hajër, për vepra të mira, çunave Zoti ja shpërblef se gjithë janë pa gjumë. Nuk jemi të fuqishëm si ditët e para. Është gjë e dukshme, po inshallah po mundohemi që të bëjmë maksimalen ton. Por avash janë net të fundit e normal që lodhja është pak më e madhe, po neve mundohemi vetëm që t'i flasim vëllezër dhe motra me zemër, ato na dëgjojnë me shpirt e me zemër. Zoti ja shpërbleft, Zoti i begatoft, Zoti i nderoft familjarisht. E di vëllezër motra të nderuara që edhe për veten time edhe për ju që është i kohë që ka vese shumë qarkullim, ka epshet këqija, ka probleme. Po inshallah na bëj Zoti sebe për Ramazanin, që të na i përmisoj këto gjëra dhe të na i largoj. Kështu që është i muaj mallnushëm që marrim shumë sevape. Edhe veprat e mira i fshin veprat e këqija. Këtë mos harroni asnjëherë, se mundet dikush nga ju të thotë për ta mbyll apo e them këtë. Mundet dikush thotë se të vjej mallkumi. A më thotë mos bosi i devotshëm Ramazan se sa të marroj do shlohesh në gjinafe. Është kështu. Po. Dhe ka i përgjigje. Innal hasanati yudhibna sayiat. Ka thonë Kurani, veprat e mira i zhdukin veprat e këqija, i fshin. Kështu që vjen i mallkumi dhe thotë, a mos e mas Ramazanit me zor po pret. Të kalosh ke veset. Dhe ne i themi i mallkum 11 muaj u mundove më u fut në vese, i lam nepër, pa e bëj dialog kështu, i dialog Kurani. Thotë veprat e mira, prandaj asnjë mos u bëni pesimist. Jo po çka mbo para nga gjinafet, jo po çdo bëj mbrapa, lejat më hadit Zotit. Për Ramazan po tregon që je brillant. Kjo është baza. Zoti ka thonë veprat e mira i fshin të këqijat. Do them dhe i hadith se s'kam takat më për më shumë. Ka thonë ittaqillaha haythu ma kunt. Ki e frikë Zotin, pejgamberi, kudo që të jesh. Wa adbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kur ta bësh të keqen, ndiqe shpejt me një të mirë, e fshin ajo. Allah. Dhe sillu me njerëzit me moral të lartë. Shive, ti hadith 3 fjali, mbaroj gjithë feja. Ki e frikë Zotin kudo që të jesh, je vetëm podcast, e vetëm xhami, çdo vend mundohej që Zotin ta respektosh. Shive sa realist është Islami, nuk thot bëv mirë dhe kur keq, ore prit se njeriu mund bëjë një mëkat. Sa ta bësh një të keq, thot, çan do. Shoqërohemi. Po pse? Se kur e bën një të keqe, të hyj helmi në shpirt dhe ti e kuptoj që ke bërë gjë të keqe. Direkt e ke zgjidhje, po bëj gjë të mirë. Thuaj la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, bëj të mirë, një njërin, bëj përqafoje prindin, bëj çfarë dush, vetëm bëj mirë. Aja e mira e fshit të keqen. Sillu me njerëzit me moral të lartë. Kjo është gjithë feja këtu. E ka përmbledhur 3 fjali se o e ka njoft profeti fenë, kush e ka njoft. Wow. Mas atij e njoftun shumë më pak se ç'duhet. Megjithatë, kjo ishte sugjerimi i fundit që mos zgjatemi edhe të bëhemi të mërzitshëm. Inshallah, Zoti ishte na bën nga banorët e xhenit. Ishte kënaqësi, shpresoj domethënë që edhe nesër dhe pas nesër inshallah Zoti na jep shëndet se kemi edhe nëse vëllezërit e motra bëjnë dua shumë, të kemi fuqi dhe e majm dhe kush ket mundësi edhe ta shpërndaj.
kush të ketë mundësia dhe të kontribuoj për xhamin, që ta bëjmë podujevën me i xhavair tillë. Kështu po mbyllim dhe podcastin e sotëm. Selam aleikum, Zoti ju rujt. Mos na harroni nga lutjet dhe duat, edhe agjerim të lehtë dhe të pranuar. Amin.